Ky 71 vjeçar është ende aktiv me gjithë punët e vështira që ka fshati. Kasollja me 30 dele është pasuria e vetme që i ka mbetur. I moshuari nuk kërkon luks, kërkon kushte minimale të jetesës dhe mbi të gjitha kërkon që fshati të mos shuhet. Këto janë dele ardhur nga Rusia, racë, origjina e Rusisë. Plus janë dhe disa që janë qartuara me dash çek. Këto janë shumë shtrejta këtu në Shqipëri, ku varion çmimi nga 350, pa qingja, normalisht e kupton, nga 350.000 lekë të vjetra deri në 450 për shembull, lekë të vjetra prapë, 450.000 lekë. Unë kam marrë diku ke 400 ca euro. Kupton? Nuk kam shumë, kam rreth 30 copë. Pretendoj të shtoj. Është shumë racë e mirë, kanë pjellshmëri të lartë, pjellin 2 herë në vit. Minimumi i qingjave është 2 dhe maksimumi është 5 qingja për çdo pjellje. Deri në 5. Di që në Turqi një dele tek ka pjella 7-8, nuk e di. Te kam gjuhë nga dikush që është nga Kosova, nga Peja është ai personi, është njëri i mirë, punëtor, ai ka mjetet në racë siç kam unë. Dhe kështu që çfarë them, to duan ushqim. Deri diku i kena majt. Më vonë nuk e di se çfarë bëhet. Por që janë shumë dele të mira, shumë dele të mira.